Ma shumë po mirët me viktimin se sa me agresorin. Ashtu kushtimisht, me thonë. Kur kam shku herën e tretë në gjyq të Hagës, e kom deponu emnin, listën e emnorët atyre që kanë kryat vepër. Një gjykatës, një farë me emnin Mej, i cili ka bajt seansat me Miloševićin, kur kem shku herën e dytë, e kom qu listën e emnorët e atyre se një djalë me emnin Luan e ka pa në ngjarjen dhe i ka pa i asaj lagje, ata kanë qenë krejt pitë por det pramin më lazës. Krysit të cilët kanë hyrë po. Edhe me emën bjen, ai ma ka thonë listën mu. I kom thonë, a mu imi përdorur në këto, ka thonë, po ku dush. Kur më shku atje një avokat imi që ka qenë, një Amerikan ka qenë, kur është rap pyetja, a dini kush e thënë, ja kom thonë listën e mënore, edhe tha, unë këto, tha, e jap gjykasit, tha, ai që të beson ty, tha, nuk i thirr ata, këto që ta ka thonë listën. Nëse nuk të beson, atëherë i fton për mi vërtetuesan. Kështu që me dorëzimin e asaj liste, aty ka përfunduar çdo gjë. A kanë thirrë, as kanë thirrë, por sipas informatave, sipas gjitha gjanave që po shifën, ata nuk janë të ftuar atje, por ata shëtiten nëpër mbajtësime siguri ose nëpër Serbi, ku ta di unë. Ma shumë po mirët me viktimin se sa me agresorin. Ashtu kushtimisht, me thonë.